Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, do të jemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 24 maj dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Maj. Ngjarje 1153. Malcolm IV bëhet mbreti i Skocisë. 1621. Unioni Protestant shpërbëhet formalisht. 1689. Parlamenti anglez miraton aktin e tolerimit, me të cilin mbron protestantët, katolikët qëllimisht nuk përfshihen. 1798. Fillon rebelimi irlandez i vitit 1798 kundër sundimit britanik, i udhëhequr nga United Irishmen. 1832. Mbretëria e parë e Greqisë shpallet në konferencën e ambasadorëve në Londër. Lindje 1819. Lindi Victoria e Mbretërisë së Bashkuar. 1905. Lindi Mihail Solohov, shkrimtar rus, nobelist. 1937. Lindi Serafim Fanko, aktor shqiptar. 1941. Lindi Bob Dylan, këngëtar amerikan. 1945. Lindi Priscilla Presley, aktore dhe sipërmarrëse amerikane. 1953. Lindi Alfred Molina, aktor britanik. 1973. Lindi Ruslana, këngëtare ukrainase. Vdekje 1543. Vdik Nikola Koperniku, astronom polak. 1974. Vdik Duke Ellington, pianist, dirigjent e kompozitor amerikan i muzikës jazz. 2000. Vdik Kurt Sharp, gazetar amerikan. 2000. Vdik Mairo Sultanpuri, poet indian. 2002. Vdik Markfield Wallace, shkrimtar amerikan. 2003. Vdik Rachel Kempson, aktore angleze. Festa dhe përvjetore. Dita e presidentit të Kosovës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Vladimir Nabokov, i cili ishte një romancier dhe kritik amerikan me origjinë ruse. Vladimir Nabokov, në mënyrë të plotë, ka lindur më 22 prill të vitit 1899 në Shën Petersburg në Rusi dhe ka vdekur më 2 korrik të vitit 1977 në Zvicër. Ai ishte një romancier dhe kritik amerikan me origjinë ruse, më kryesori nga autorët emigrant pas vitit 1917. Ai shkroi në gjuhën ruse dhe angleze, dhe veprat e tij më të mira janë Lolita, e cila mori një bujë mjaft të madhe dhe shkruar në vitin 1955. Jeta dhe puna e hershme. Nabokov lindi në një familje të vjetër aristokrate. Babai i tij ishte lider i Partisë Demokratike Kushtetuese Liberale para revolucionare në Rusi dhe ishte autor i librave dhe artikujve të shumtë mbi të drejtën penale dhe politike, mes tyre në qeverinë e përkohshme. Në vitin 1922, pasi familja u vendos në Berlin, i moshuari Nabokov u vra nga të djathtët reaksionar, ndërsa mbronte një burr tjetër në një mbledhje publike. Ndonse djali i tij, romancier, mohoi çdo ndikim të kësaj ngjarje në artin e tij. Tema e vrasjes gabimisht ka qenë e dukshme në romanet e Nabokovit. Nabokov botoi 2 përmbledhje vargjesh, poezi dhe 2 rrugë në vitin 1918, përpara se të largohej nga Rusia në vitin 1919. Ai dhe familja e tij shkruan në Angli dhe ndoqi kolegjin Trinity Cambridge me një bursë të siguruar për djem të rus të shquar në mërgim.
Ndërsa ishte në Cambridge, ai studioi fillimisht zoologji, por shpejt kaloi në letërsinë franceze dhe ruse. Ai u diplomua me nderime të klasit të parë në vitin 1922 dhe më pas shkroi se arritja e tij pothuajse pa mundim e kësaj diplome ishte një nga mëkatet e pakta ulitare për ndërgjegjjen e tij. Ndërsa ishte ende në Angli, ai vazhdoi të shkruante poezi kryesisht në rusisht, por edhe në gjuhën angleze. Ndërmjet viteve 1922 dhe viteve 1940, Nabokov jetoi në Gjermani dhe Francë, dhe ndërsa vazhdoi të shkruante poezi, ai eksperimentoi me dramë dhe madje bashkëpunoi në disa skenar të paprodhuar të filmave. Tregimi i tij i parë i shkurtër ishte botuar në Berlin në vitin 1924, ndërsa romani i tij i parë, Mary, u shfaq në vitin 1926. Ndërkohë ai ka shkruar dhe romanin e Shahut, Mbrojtja, pas 2 vitesh, dhe i dha atij njohjen si më i miri nga shkrimtarët më të rinj rus emigrant. Në 5 vitet e ardhshme, ai prodhoi 4 romane dhe 1 novel. Nga këto, dëshpërimi dhe ftesë për një prehje koke ishin veprat e tij të para me rëndësi dhe paralajmëruan famën e tij të mëvonshme. Gruaja e tij, Vera Slonim, me të cilën u martua në vitin 1925, punonte si përkthyese, që nga koha e humbjes së shtëpisë së tij në Rusi. E vetmja lidhje me gruan e tij ishte arti. Ai nuk bleu kurrë një shtëpi, por preferoi të jetonte në shtëpi të marra me qira nga profesor të tjerë me leje pushimi. Tema romaneve të Nabokovit është kryesisht problemi vetartit i paraqitur në maskime të ndryshme figurative. Kështu Mbrojtja, me sa duket, ka të bëjë me Shahun, dëshpërimin për vrasjen dhe ftesë për një prerje koke, një histori politike, por të treja veprat e tij bëjnë deklarata rreth artit që janë thelbësore për të kuptuar librin në tërësi. E njëjta gjë mund të thuhet për dramat e tij, Ngjarja, të botuar në vitin 1938, dhe Shpikja e valsit. Problemi i artit shfaqet sërish në romanin më të mirë të Nabokovit në rusisht, Dhurata, historia e zhvillimit të një artisti të ri në botën spektrale të Berlinit, të pas luftës së parë botërore. Ky roman, me mbështetjen e tij në parodinë letrare, ishte një pikë these. Përdorimi serioz i parodisë më pas u bën një mjet kyç në artin e Nabokovit. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të frutit bignei. Bignei, i njohur gjithashtu si qershia e Queensland, është një frut i mbushur me lëndë ushqyese që gjendet në Malajzi dhe Singapur. Ky frut ka një ancë të kuqe. Ndihmon në humbjen e peshës. Një mënyrë e shkëlqyer për të mbajtur në formë dhe për të humbur shumë peshë është konsumimi i frutit bignei. Ato janë shumë të ulta në kalori dhe yndyrë, gjithashtu përmbajnë tiamin, riboflavin, hekur, kalcium, kalium dhe fosfor. Vetit natyrore antioksiduese të këtij fruti, për shkak të pranisë së radikaleve, i mundson atij të luftojë më lehtë. Prania e këtyre radikaleve mund të rezultojë në shfaqjen e parakohshme të rrullave. Promovon një mëlçi të shëndetshme. Bignei është përgjegjës për përmirësimin e shëndetit tuaj të përgjithshëm. Një nga segmentet më të rëndësishme të trupit tuaj që kërkon vëmendje dhe kujdesin e duhur është mëlçia. Konsumimi i këtij fruti ndihmon në përmirësimin e saj. Përmirëson metabolizmin. Një mënyrë e shkëlqyeshme për të rritur metabolizmin dhe për të mbajtur sistemin tuaj të tretjes të shëndetshëm dhe të pastër është duke përdorur frutat bignei. Gjithashtu, ato përmirësojnë vizionin tuaj. Duke qenë se përmban një sasi të lartë të vitaminës A, e bën këtë frut një përbërës të mrekullueshëm për sytë tuaj. Prania e kësaj vitamine mund të forcojë nervat optik dhe ju ndihmon të përballeni me katarakt dhe problemet e degenerimit makular. Mban në kontroll nivelet e presionit të gjakut. Bignei në formën e frutave dhe gjetheve ka potencialin për të mbajtur në kontroll nivelet e presionit të gjakut. Kështu mund të konsumohet nga njerëzit që vuajnë nga hipertensioni për të penguar çështje të ndryshme kardiovaskulare të shkaktuara nga hipertensioni. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar.
Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime, vranësira kalimtare dhe rreshje të pakta shio. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 8 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 24 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 7 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 15 deri 24 gradë Celsius, Kukës 9 deri 17 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri 19 gradë Celsius, Tiranë 15 deri 24 gradë Celsius, Durrës 17 deri 21 gradë Celsius, Kavaj 18 deri 21 gradë Celsius, Elbasan 14 deri 24 gradë Celsius, Berat 14 deri 23 gradë Celsius, Korçë 8 deri 18 gradë Celsius, Vlorë 19 deri 22 gradë Celsius, Gjirokastër 12 deri 21 gradë Celsius, Sarand 14 deri 20 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjedhime, ndërkohë rreshje të pakta shiu parashikohet të ketë në pak zona të vendit. Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të jetë 11 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovica 12 deri 21 gradë Celsius, Podujev 11 deri 20 gradë Celsius, Skënderaj 12 deri 22 gradë Celsius, Pej 14 deri 21 gradë Celsius, Prishtinë 13 deri 21 gradë Celsius, Gjakov 16 deri 23 gradë Celsius, Malishev 13 deri 23 gradë Celsius, Gjilan 14 deri 23 gradë Celsius, Ferizaj 13 deri 23 gradë Celsius, Kaçanik 12 deri 20 gradë Celsius, Prizren 14 deri 22 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë, ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, TikTok, Twitter dhe Facebook. Gjithashtu, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në webdrita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision dhe ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.